Në një treg ku mbi 80.000 agentë imobiliar konkurrojnë çdo ditë në Toronto, vetëm pak prej tyre dallohen, jo vetëm prej numrit të shitjeve apo shifrave, por edhe për standardet që vendosin. I ftuari im sot është për të pestin vit radhazi, vlerësuar në top 2% të agjentëve imobiliare në Toronto, por jo vetëm kaq, dhe në top 100 agjentët më të mirë në firmën Remax, ku ai punon. Por përtej shifrave, çfarë bën një agent vërtet të mirë? Mirë se erdhe në studio Dris Koço, është kënaqësi që të kam. Faleminderit Mendi dhe për mua. Meqense se e kam më parë, çfarë bën me të vërtet një real estate agent më të mirë se tjerët? Është një pyetje që ndoshta mund të shkruash një libër për këtë. Përveç anës teknike të punës, që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, përvoja, njohuria që ka të bëjë me transaksionin, me gjërat ligjore, me gjërat teknike të biznesit, sidomos kur vjen puna në ballafaqim me palën tjetër, që është oshqitsi ose blerësi në varësi të kush është klienti jot. Do thoja që në themel ndryshimi kryesor është qasja ndaj çfarë i ofron klientit, ndershmëria shumë e rëndësishme, dhe siç e thash, me sa dëshirë ke punën, edhe ajo ka të bëjë shumë, sepse si çdo punë ka ato streset e veta, ka momente vështira të veta, kështu që duhet kesh një dëshirë shumë të madhe, një kënaqësi të madhe të ndihmosh njerëzit që të anashkalosh këto probleme që si çdo punë tjetër i ka dhe real estate agent. Do thoja domethënë që është ana teknike, është dhe ana soft skills, nëse mund t'i quaj, që ka të bëjë me personin, me karakterin, me mënyrën si i flet njerëzve, profesionalizmi jot. Këto janë gjëra që s'ti mëson njeri, o i ke ose i ke, për mendimin tim. E do thoja kjo është çfarë bën një agent ndryshe nga të tjerët. Çelësi suksesit, pasioni me cilën ti zgjohesh çdo mëngjes për ta bërë këtë punë, nëse mund të themi, sepse kur ke atë devotshmërinë dhe e ndan nga puna, kur e ke pasion, nuk e konsideron punë, ndonjëherë, jo ndonjëherë, po pjesa më të madhe të kohës tregohet, perceptohet tek njerëzit. Të paktën unë kam vënë re me shumë njerëz që janë ndjen pasionin, që në energjinë e takimit të parë, megjithëse është një, domethënë, punë, tek e fundit një shitje apo blerje, një transaksion, kthehet në një marrëdhënie. E kam parë këtë të ty që në fillimet kur u dëgjuam. E kam dëgjuar, e kam ndjerë edhe e ke transmetuar. Dhe do doja të thoja që jenë një ndër agentët me reputacionin më të mirë. Faleminderit. Nuk diun njëri që të thotë të flas për të tjerë kaq mirë se ç'flasin për ty. Ndoshta sepse dhe nuk i njoh, domethënë, por mund të them me bindje që nuk është rastësi që ti je në top 2%. Sa vështirë është ta mbash? Bëhet më lehtë me kalimin e viteve, domethënë të arrish në atë nivel është e vështirë sepse duhet përvoja, duhet momentum, duhet të kesh një bazë të gjerë klientësh dhe partner biznesi që janë pjesë kyçe e kësaj industrie. Momentin që arrin atje, ndoshta viti i parë, i dytë, do thoja është prapë i vështirë sepse është shumë lehtë të biesh, por tani unë se edhe nuk është se i mbaj shënime të vëre, po më duket kam diku te 5-6 vjet në atë nivel, do thoja që është arritur baza standarde për të vazhduar të jesh në atë nivel, dhe pse jo, sipas dëshirës e sipas sa kohë do shpenzosh më shumë se ç'po bëj tani, të kalosh në nivel tjetër. Edhe pse nuk është kjo ajo që më shtyn, domethënë nuk është se zgjohem në mëngjes që të them tani dua të kaloj në top 1.5% apo 0.7%. Këto janë gjëra shumë
statistikore, si që thash, për mua e rëndësishme është që më marrin klientët, i ndihmoj dhe ma din për falemnderit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse bën një ndryshim të madh midis një agenti që ka eksperiencën, ka përvojën, i shikon gjërat shumë ndershmërisht, mënyra se si klienti reagon ndaj teje ose qasja që ka ndaj teje si agent, për mua kjo është ndryshim më i madh. Nuk dua që klientët të kem marrëdhënie me klientë që të shikojnë si një person që s'po bën gjë, po bën vetëm letrën apo po hap vetëm derën, edhe jo për fajin e tyre, sepse shumë agjentë e kanë krijuar këtë reputacion për veten e tyre, janë 80.000 agjentë, shumica e tyre nuk e meritojnë të jenë agent, jo në kuptimin e keq fjalës, po nuk i japin rëndësi punës aq sa duhet. Kështu që është shumë e rëndësishme për mua që klienti ta vlerësoj punën që bëj unë dhe pse jo të kemi një marrëdhënie shoqërore mbas transaksionit. Do të thonë ajo për mua është ideale. Okej. Është vërtet ajo që preke pak më parë, ka një lloj paragjykimi me agjentët imobiliar apo real estate agents, gjithandej, domethënë, okay, sepse përqindja është e lartë, po domethënë bëhen këto llogarit, po në të vërtetë është shumë e rëndësishme që të kesh një real estate agent, po jo vetëm një real estate agent, po dhe një ekip apo ekipin e duhur. Është më e rëndësishme të kesh real estate agentin e duhur apo të blesh pronën e duhur? Sa e rëndësishme është kjo? Vinë bashkë me njëra tjetrën? Real estate agent i duhur që të kapësh. Të ndihmon për pronën e duhur. E vërteta e faktit është ka shumë mungesë informacioni midis realitetit të gjërave dhe çfarë njerëzit mendojnë që dinë. Dhe unë këtë e them me plot bindje, sepse unë nuk jam se linda real estate agent. Unë u bëra. Kam qenë në një pozicion që kisha punë tjetër, kisha informacion komplet tjetër, sepse nuk isha në industri, dhe mendoja që i dija gjitha. Kur kalon në industri, e kupton që 99% e njerëzve nuk e din informacionin, sepse nuk janë në atë industri. Nuk është punë intelekti, është punë mungesë informacioni, ashtu si unë nuk kam informacion të rregulloj një makinë apo të bëhem dentist, edhe pse në YouTube mund të shikoj një video apo tjetrën. Ai që është në zanat, ai di gjërat shumë herë më mirë se çdo ChatGPT apo YouTube që mund të mësoj një person. Prandaj do thoja që agenti i duhur të ndihmon në momentin dhe në rastin kur duhet informacioni, kur vjen puna te marrja e vendimit, dhe aty është agenti që bën ndryshimin midis gjërave duke filluar nga vlera e shtëpisë, që ka të bëjë shumë, pra po paguan më shumë se ç'duhet apo jo. Informacion teknik rreth shtëpisë, informacion kur interakt me agentin tjetër, informacionin që merr. Pra si kalon tek klienti jot ky informacion? Kalon i qartë, kalon i pastër, kalon i ndershëm. Pra në të vërtet që ka jashtëzakonisht shumë informacion dhe me agentin e duhur, njerëzit bëjnë zgjedhjen e duhur. Okej. Do kthehemi backwards, se nisëm nga fundi këtë radhë. Ti ke ardhur këtu në 2001. Po. Ishe vetëm 18 vjeç. Nise ciklin e gjimnasit apo e përfundove? E përfundova këtu, po. E përfundove në Kanada. Si ishte? Nise, e dije gjuhën se dije, apo është, se më kujtua kur fole për punën e real estate agent, do të thënë se rëndësishëm është, i duket njerëzve sikur e din, është si puna e gjuhës, që të duket sikur e di, edhe vjen në një vend ku flitet vërtet, edhe ti kupton që nuk është se e di ashtu siç mendoje gjuhën, do të thënë duhet të shkosh në një nivel tjetër që ti jesh në gjendje të flasësh. Thuaj pak për ato fillimin, impaktin e parë me këtë vend dhe me shoqërinë në këtë vend, mentalitetin, gjithçka. Po kthehemi mbrapa shumë kohë tani, por disa gjëra nuk harrohen.
janë salduar në memorie. Dhe një nga ato gjërat që është salduar në memorie është shok. Do me thënë, kur vjen këtu, që unë nga Tirana, kemi dalë, kemi bërë, kemi parë, filmat, muzikën, i kishim parë, shkollë private për anglisht, po, dhe kur vjen këtu dhe thua, wow, do me thënë pritjer se që nga si planet tjetër, jo nga pikpamja e pallateve apo rrugëve, edhe pse ato të bie në sy, sepse janë pa gropa. Të paktën krahasi me Shqipërinë e viteve 2000. Them që dhe ishin, po ty ka shumë për të diskutuar, megjithatë në 2001 jam e bindur që kanë qenë pa gropa. Dakor. Është më shumë me njerëzit, do me thënë mënyrën se si njerëzit këtu flisnin, perceptonin gjërat, përgjigjeshin dhe vjerë edhe në shkollë. Aty do me thënë, do thëja që ishte momenti që asë nuk e prisje. Mënyra se si interakt, si është ndaj mësusit, do me thënë, ne që vinim, unë vjen nga Sami Frashëri, se Sami Frashëri goxha strikt në atë kohë, nuk e di si janë gjërat tani ndoshta janë zbutur dhe atje, po isha akoma gjenerata e mësuesve të viteve të komunizmit dhe ata e kishin marrë me vete mënyrën e si trajtoheshin nxënësit. Shumë ndryshe këtu gjua ishte problem sepse heziton të përgjigjesh, haron fjalët që ti ke mësuar, fjalë bazike, për momentin kur përgjigjesh, gjërat ndoshta janë më ndryshe tani, po atëherë dhe komuniteti ishte më i vogël dhe kishte edhe atë ndjenjën sikur shpresoj që këta mos ta kuptojnë që unë sapo kam ardhur. Jam shumë i sigurt që ata të shikonin që në fytyrë dhe e kuptonin gjithë sa ke ardhur, në mënyrën si ecja, si rrije. Edhe pse edhe mosha bën të vetën kur vjen në një moshë adoleshente. Por do thoja që me të vërtet donte një ajustim që zjati ndoshta, do thoja ndoshta një vit e gjys deri në momentin që fillon dhe pranon realitetin e gjërave. Shpejt. A mendon të ka formuar Kanadaja apo Shqipëria? Pyetje interesante. Bazën e, si thuash, e personit që je si karakter, do thoja Shqipëria, sepse aty futet familja. Familja, shoqëria, në moshën 18 vjeç ke formuar goxha brum, do thoja, deri në atë pikë, nga pikpamja e kush je si person. Je person që mërzitet shpejt, je person që je friendly, misor apo jo agresiv, mendoj që ato u bën në Shqipëri. Natyra e personit. Pjesa akademike, pjesa profesionale është komplet Kanadaja, edhe pse deri në vit të tretë gjimnaz ishte në Shqipëri, që është goxha kohë e gjatë, përsëri do thoja që kush jam sot si biznesmen apo si profesional, është komplet Kanadaja, sepse aty mendoj që futet më shumë pjesa universitare, post akademike që ka të bëj me trajnimin në financa, provimet e shumta në financa, designations, certifikatat, janë komplet në Kanada, kështu do thoja, Kanadaja fiton atë battle. Okay. Po ndërkohë ti erdhe bashkë me familjen këtu. Ishte një vendim për të cilin sigurisht nuk të morë opinion, 18 vjeç, madje pa mbushur 18 vjeç, le ta theksojmë sepse domethënë e vështirë të marrin prindrit opinion për ku do shkojmë dhe ku do jetojmë. Zero. Atëherë vendimi ka qenë në fakt prej krizave të 97-98-ës, me sa kujtoj unë, kemi biseduar bashkë. Më thënë ai stabiliteti që mungon të tërësisht edhe frika e një rikthimi të asaj të atyre trazirave, sepse ju ishte gjithë shumë mirë. Dhe më thënë, me sa kujtoj unë, babai punonte në prokurori, nëna në bank,
Dhe ti akoma nuk e kishe, ishe akoma në tranzicion në jetën, por morë vendime, erdhe këtu bashkë me familje, dhe unë nuk harroj dot mënyrën se si ti më ke shpjeguar punën dhe pasionin dhe devotshmërinë dhe atë grintën që ka nëna yte, domethënë për tu adaptuar dhe adoptuar, domethënë çdo gjë në një shpejtësi, me një shpejtësi rrufe, pasi thua pjesë e natyrës saj. Dhe unë të dëgjoja dhe ti nuk mund të më shije, po unë po mendoja sa shumë do doja që im birë një ditë të thonte të njëjtat fjalë për mua, të fliste me të njëjtën dashuri, po dhe krenari, dhe një miksim shumë i bukur për nënën e tij. Sa rol ka luajtur Rita në formimin tënd dhe në çfarë jeti sot? Një rol që nuk ka fjalë, do thoja. Faktikisht, mamaja ime ishte komplet driver i lëvizjes në Kanada. Duke filluar që nga koncepti për të vajtur në Kanada, që nuk ishte lehtë, njerëzit e kishin pak më kollaj, thoni po ikin në Itali, po ikin në Francë, 2 orë larg, 3 orë larg, të thuash do ikin në Kanada krijon një dimension tjetër mendimi, do thoja. Me të vërtet një grua që ka bërë çdo gjë me punën e saj, me mundimin e saj, me sakrificat e saj, që ne jemi sot këtu ku jemi. Ta themi atë që është pa hequr asnjë merit nga babai as well, sepse faktikisht babai im sakrifikoi më shumë nga të gjithë ne, sepse është e pamundur që në atë moshë të futej prapë në sistemin ligjor në Kanada, duke pasur parasysh rrethanat, kështu që ai sakrifikoi më shumë nga të gjithë, kjo është e vërteta. Por si adaptim me Kanadan, patjetër që ishte mamaja. Babai me sot e kësaj dite, domethënë ka një mendim shumë inferior ndaj Kanadas, në përgjithësi, edhe si vëfaj, sepse shoqërinë e ka shumica në Tiranë, por të dy punuan shumë, të dy sakrifikuan shumë. Mamaja ishte patjetër ajo që u adaptua më kollaj, dhe ajo që u integrua dhe me anën ekonomike të gjërave, investimeve, me anën e lëvizjeve thelbësore për të blerë shtëpi, për të blerë prona, kështu, kishte më shumë informacion, për dalën prapë të informacioni. Informacioni është Lëviz botën. Lëviz botën. Kur folim për herë të parë, më the diçka shumë interesante për sistemin shkollor këtu. Përsa i përket punës në grup, edhe sa ndryshon me Shqipërinë, që jemi më të prirur tek modeli individualist, se cili domethënë shtyhet edhe mësohet me idenë të qenurit më i mirë se ai tjetri majtas djathtas përpara apo mbrapa. Domethënë është një garë e vazhdueshme, por asnjëherë në grup, domethënë individualiste. Ndërkohë këtu sistem komplet ndryshe. Domethënë këtu të mësojnë të punosh në grup, që në gjimnaz, besoj se kam bërë gjimnazin këtu, po ma merr mendja që është në frymën e këtij sistemi. Më pëlqeu shumë ideja jote mbi këtë sistem, dhe kush ka ngjitur më shumë dhe kush me kë e ndjer më mirë, apo kush të duket më i drejtë. Në sistemin shkollor. Po. Është faktikisht është me të vërtet diçka interesante. E mbaj mend vitet e para, kur mblidheshim për darkë me komshinj shqiptar, gjithmonë fillonte krahasimi. Nuk krahasojmë më tani, unë kam jetuar më shumë në Kanada se sa në Shqipëri, vite jete, por vitet e para gjithmonë krahason. Lekun dollarin e konverton lek, sa bleu kjo makina e konverton. Çdo gjë është benchmark, është Shqipëria, për çdo gjë. Shkolla është një prej tyre.
pra sistemi shkollor. Tani, prindrit kuptohet në sistem shkollor në kohën e komunizmit me influencë të mëdha ruse, ndoshta edhe kineze për ca kohë, po patjetër ruse, koncept komplet ndryshe. Dhe faktikisht u trashëgua dhe te brezi im, sepse unë isha në shkollë në fillim viteve 90, kur fillova, dhe siç e thash, dhe deri në gjimnaz, shumica e mësuesve ishin të sistemit komunist, le të themi, me tradita dhe me ndikim nga Rusia. Dhe një ndryshim i madh që vura re ishte se si këtu e formojnë një student me si formojnë në Shqipëri. Sistemi shkollor. Po flasim deri momentin që unika. Ndoshta gjërat kanë ndryshuar atje tani dhe shpresoj të kenë ndryshuar sepse vura re diçka. Këtu në fillim të bëjnë njeri për komunitetin. Kjo është ideja e këtyre. Matematika që bënim ne këtu në vit 3, gjimnaz vit 4, në Shqipëri bëhet ndoshta që në klasë të 9. Okay? Dhe t'i jep iden edhe shkencat, kimi, fizik, dhe t'i jep iden që ne jemi më të avancuar. Tani varet. Me të vërtet që ndoshta po të merrje një student, le të themi të vitit të para apo të dytë nga Shqipëria, mund të bënte kompeticion me një vitit 3-4 në Kanada, nga ana e formimit të shkencave eksakte. Kjo është e vërtet. Por është vënë re një problem me këtë sistem që kishim në Shqipëri. Shumë individual, shumë drejt shkencave eksakte që të bëhesh ekspert në matematik, apo në kimi, apo në fizik, dhe luma i që është, s'ka asnjë gjë të keqe, patjetër që duhen dhe persona të tillë, as nuk diskutohet. Problemi është nuk të mësonin bazën e komunitetit, që është duke filluar nga elementarja, si të prezantohesh. Nuk ishte një mësues gjë në klasë si bie vitet 3 që kam qenë te Sami Frashëri. Unë nuk mbaj mend një mësues që tha prezantohu. Kush je? Dhe po ta vësh re, vazhdon të jetë problem me shqiptarët. Rastisi u bë samiti i diasporës, pash disa video, ngriheshin njerëzit me mikrofonin, fillonin direkt në kritik, po nuk thonin kush ishim. Do të thënë, jam filani nga flasën përgjithësisht. Çfarë duhet të them është, dorëm të biseda që bëshin, ja kemi ne shkollë më të mirë, thonin prindrit. Këta janë, unë ba meno, epitetet të lojt të këti, i pak për të qeshur, mos tjetë se jemi futur shumë vëndshë sistemet. është bised misore në fundit. Edhe unë që e shkoj, e mbaj mend i thash, këtu nuk është se nuk din këta matematik, nuk është se nuk din këta qa është kimia apo fizika. Këta thonë, mësoj më vonë atë, në fillim bëu njeri, bëu pjesë e komunitetit, punë në grup, mëso që të krijosh relata në grup, sepse në grup njëri bëhet lider, dhe të tjerë duhet të respektojnë atë lider, duhet të mësojnë si të punojnë me atë lider. Shqipëria këto mangësi ka dhe sot. Shqipëria vazhdon akoma u bë ky, u bë ai, kush je ti, kush jam unë. Kurse këtu respektohet pozicioni, respektohet lideri, respektohet niveli që të ka dhënë organizata ku punon, apo departamenti ku punon, pavarësisht që mund të kesh rezervime personale ndaj atij personi. Dhe vjen puna te universiteti, aty fillon përgatitja teknike dhe aty nuk pyet më njeri a ke krijuar ti karakter, se në atë mosh ata dhe në atë nivel ata thonë në këtë moment ti duhet ta kesh krijuar nga sistemet më të ulta të shkollimit, tu tani jemi në anën teknike të gjërave. Mendoj që është më efikase, mendoj që është më produktivitet dhe më pozitive për shoqërinë, mënyra si bëjnë këta. S'po them faktin që hajde krahasojmë ku jemi në vendet tani që të flasim vetë vendet, se Kanada nuk e bëri as lumi, as
Niagara Falls, e bën njerëzit në fundit. Ashtu siç u bë Gjermania e tjera. Prandaj thash, shpresoj që të kenë ndryshuar gjërat në Shqipëri, se unë bëra kohë që kam ikur, që fëmijët sinqerisht që në kopësh, që në fillore të fillojnë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të kenë këto ide të punojmë në grup, të punojmë së bashku për të arritur një qëllim, sepse këta bëjnë punëtorët më të mirë, liderat më të mirë, dhe mendojnë për komunitetin, jo vetëm për veten e tyre, siç ka qenë Shqipëri për shumë vite. Ka vend për të shkëlqyer për të gjithë? Patjetër që ka. Patjetër që ka. Ambicet janë të ndryshme, jo gjithë njerëzit kanë ambicet njësoj. Dhe një vend të hap oportunitete që të bëhesh lider, të bëhesh president, të bëhesh politikan, të bëhesh çfarë të duash, të bëhesh biznesmen, sipërmarrës, të punosh në korporata, patjetër. Ti the që Kanadaja nxjerr njerëz. Domethënë ky sistem bën të paktën të krijon njeriu. Sa e rëndësishme është kjo, është pafund e rëndësishme. Kemi harruar që vlerat mëdhaja janë të formoshat e njeriu deri para universitetit, sepse nuk besoj që ka individ që kujton se çfarë kanë mësuar në gjimnaz, çdo gjë harrohet. Madje edhe në universitet, gjatë punës, puna të mëson, është praktika, është ajo përditshmëria që ti bën çdo ditë. Po të nxjerrim një gjenerat njerëzish, sa e nënvlerësuar është kjo. Është shumë interesante. Edhe kam, domethënë, I agree with it. 100%. Kemi humbur këtë pjesën e fokusit në gjërat që na duken shumë të vogla, por në të vërtet janë parësore dhe më të rëndësishmet në jetë. Po dhe ti vazhdove me shkencat eksakte. U diplomove, vazhdove universitetin për financë dhe më vonë dhe punove për disa vite si financial planner. Për shumë vite. Derisa të thanë që kjo punë është për njerëzit që janë 9 to 5ers në një farë mënyre, për njerëzit që ti nuk je katë për të qenë thjesht një employee. You should work for yourself. Domethënë duhet punosh për veten tënde, sepse pasioni dhe puna dhe orët ekstra që ti vendos në këtë që bën me kaq shumë pasion, është më mirë ta zhvillosh më vete. Si ishte ai vendim? Si ishte ai tranzicion? Kur ishte ai momenti që the, ok, këtë nuk e bëra, e provova, bëra gjithë investimin për sa i përket shkollës, universitetit, po tani ka ardhur momenti që të shkoj një rrugë tjetër. Po e vërtet, unë punova në sistemin bankar për rreth 11 vjet. Në fund kur u shkëputa si financial planner, që duhet thënë është një nga pozicionet më të mira që mund të arrihet në atë linjë të financave, sepse ka linja ndryshme në financa, po në linjën e dealing me klientët. Domethënë të ndihmosh klientët, dhe kjo është dhe një nga ato që ndihmon si real estate agent. Pra, unë gjithmonë kam punuar me klientët, gjithmonë kam pasur dëshirën që të punoj me klientët. Puna ishte jashtëzakonisht shumë e mirë, më ka formuar jashtëzakonisht shumë, edhe suksesi që kam sot është pjesërisht prej eksperiencës që pata në financa, as nuk diskutohet. Ishte një pozicion downtown Toronto, mjaft prestigjioz që unë mund ta bëja si karrierë, ishte pozicion karriere për derisa të dila në pension. Dhe kjo ishte dhe ideja kur të vënë në atë pozicion si bank. Mendojnë që ti je një aset që do rish aty deri në 35 vitet e ardhshme. Filluan ndoshta në një mënyrë apo tjetrën, filluan ato shkëndijat e para të dëshirës për të zhvilluar karrierën, për të qenë i suksesshëm, dëshira dhe the drive, domethënë që vjen nga brenda, nuk është se e manipulon dot, dhe u konstatua sepse isha nga të rrallët bankier, nëse mund ta përdor një fjalë përgjithshme, që mbas orës 5 apo në weekend shkoja takoja klientët jashtë zyrës.
përveç roleve që e kanë si kërkesë ose detyrueshme, për shembull një mortgage specialist, patjetër që e bën këtë punë, sepse në fund të fundit kështu e kanë atë përshkrimin e punës së tyre, po si financial planner, kjo ishte e padëgjuar. Do të thënë një financial planner është 100% 9 to 5 dhe vinë njerëzit e zyra jote. Unë dilja mbas pune, takoja njerëz, në weekend takoja njerëz, klient. Dëshira për të ndihmuar, dëshira vullneti për të qenë aty ku njerëzit kanë nevojë, sepse kishte njerëz që nuk vinin dot 9 to 5. Dhe aty filloi ajo që Audrey po bën gjithë të punë, lëviz, edhe banka, tregojmë sinqert, nuk është se të paguan kur delti mas orës 9 to 5. Ajo është problemi jot. Faktikisht nuk e kanë qef që e bën ti atë, se ka punë liabiliteti, inshuranca, po të ndodhi gjë. Kështu që 2-3 persona që unë punoja, në fund të fundit thanë, Audrey, këtë punë që po bën ti, po ta bësh për diçka për veten tënde, jo vetëm nga ana e suksesit që nuk do kesh limit, nuk do kesh tavan, po do ndihesh ndoshta edhe më mirë për veten tënde, sepse je i limitizuar, banka të vë kufi gjithmonë me atë që bën. Dhe kështu filloi ajo, si thua, ajo ide e parë që të shkëputesha për diçka tjetër. Dhe nëse mund ta vazhdoj me një pyetje që po pse vajte në real estate atëherë, sepse ne merreshim me real estate si familje. Real estate me familje ne kemi, nuk e di tash, ndoshta 15 vjet, 20 vjet që kemi bler, kemi shitur, kemi pasur me qira, pra ishte diçka që unë e kisha një farë eksperience, dhe pse jo të vazhdosh në atë linjë që i ke futur këmbët më përpara dhe ke një farë ide se çfarë është. Dhe kështu filloi tranzicioni. Tranzicioni ishte i vështirë, do thoya në 2-3 muajt e parë. Gjithmonë është ideja që kur bën ndryshim karriere, sidomos kur kalon nga payroll job në diçka që është 100% komisione, njerëzit thonë gjithmonë që 3 deri në 6 muaj duhet të kesh një farë stabiliteti financiar me paratë tua që të mundesh të vazhdosh punën e re. Për mua nuk ishte ndonjëherë problem financiar. Unë nuk ika për probleme financiare, faktikisht puna ku ishe jashtëzakonisht e paguar shumë mirë. Unë ika për dëshirë, ika për kënaqësi, për të bërë diçka më të madhe për veten time. Por kur shkëputesh nga një karrierë 11 vjeçare, kur zgjohesh së nesër në mëngjes, mua më duk vetja sikur isha i papunësuar. Do të thënë, teknikisht je i punësuar si agent, mas regjistrimit që bën, por të duket vetja se thyet rutina. Do të zgjohesh dhe nuk shkon më në subway që të shkosh downtown, që ke zyrën. Dhe ajo ishte shok. Ajo ishte shok në sistem, dhe ato muajt e parë, 1-2 muajt e parë, duke vetja sikur jo frikë, sepse personi që ka drive dhe është i suksesshëm me një punë, kalon në një punë të ngjashme, le të themi, e dija që do isha i suksesshëm. Unë intervistova 2-3 agjente të suksesshme në atë kohë, para se të bëja lëvizje, më thanë bëje sepse e dim se kush je, të njohim dhe nuk është problem që do jesh sukses, do jesh i suksesshëm, thanë. Bëje për veten tënde. Kështu që nuk ishte frikë suksesi, nuk ishte frikë financash, absolutisht jo. Ishte thjesht, ndoshta ajo drive që ke, tani je në koltuk, zbie telefoni, duket sikur s'ke punë, sikur you got fired from your job, dhe ajo domethënë krijon një farë shoku. Megjithatë, për punë, do thoya, për punë 2 muajsh, ndoshta edhe më shpejt, është shpreha I hit the ground running. Kisha bagazhin, kisha komunitetin shqiptar që e falenderoj gjithmonë,
kisha business partners që gjithmonë i falenderoj, kisha familjen që më suportoi, rrjetin tim të ngushtë, klientë e mi të parë që po marr rastin ti falenderoj të gjithë. Dhe u shkëputa direkt në një nivel që nëse më lejo ta ilustroj unë vitin e parë të plot që bëra, do me thënë nga janari në dhjetor, që ishte viti i dytë mas shkëputjes, u shkëputa në gushta qershor të 2018-ës. Në 2019-ën unë arrita një nivel performance që matet me statistika që ishte goxha i habitshëm nga pikpamja që si arritet ti këtë vitin e parë. Domethënë, edhe siç e thashë, falënderimi gjithë këtyre grupeve që përmenda më përpara. Ti e ke të vështirë të flasësh me superlativa për veten, edhe kur i thua këto përqindjet, mua më është dashur ta nxjerr me grep ato 2% dhe 100 më të mirët në kompani, domethënë, është mu desh ta dëgjoja diku tjetër, ti nuk e the fare, as nuk e përmende, domethënë mua ishte shumë e vështirë që zakonisht ti takon njerëz që kanë me dëshirë të madhe, pasion të flasin për veten, me veten, ta dëgjojnë zërin e vetes, kurse ti je shumë modest. Është kjo dhe një, domethënë, pjesë e suksesit? Modestia, të qenurit me këmbë në tokë? Ndoshta sepse unë jam shumë kritik i vetes, por nuk e kritikoj veten për numra apo për modesti, e kritikoj veten për shembull kur bën ndonjë gjë si ta përmirësoj, domethënë, kështu që e vështirë ti përgjigjesh nëse modestia krijon sukses. Por e vërteta e faktit është që numrat janë ato që janë, vinë, ikin, sot je i 10 në kompani, nesër je i 15, vitin që vjen je i 7, këto janë gjëra që, i pranoj si trofe të vegjël të suksesit për punën që bën, dakor, i ka industria, si në industri tjera që kanë ranking, dhe i pranoj me falenderim, por kur takoj klient, me thënë të drejtën, këto i përmend vetëm kur e shikoj që klienti nuk e di sa di ti si agent. Do me thënë kur klienti është skeptik. Për një arsye po për tjetër. Unë kam pasur dhe klient që ishin 70-80 vjeç, dhe të shikojnë që thonë, çuni im është aty, çfarë do më tregosh ti mua? S'jam tu të tregoj jetën ma trego ti, unë do të tregoj real estate. Okay? Pra, unë statistikat i përmend vetëm në momente të veçanta, në momente kur është momenti i dur për t'i përmendur, dhe këtë e përmend vetëm që t'i them klientit që je në duar të sigurta. Pra, nëse ajo që po them mund të duket si abstrakte, sepse ndoshta nuk e informacion në real estate, nuk e eksperiencë, dhe mund të shikosh me sy skeptik që si e bën ti këtë, çfarë bën ti që arrin në këtë nivel, atëherë unë e mbështes propozimin tim dhe me fakte teknike që në qoftë se një agent ka arritur, domethënë, të jetë në top 2%, në qoftë se një agent e ka bërë këtë me vite, top 100 tek brokerage më i madh në Kanada, Remax Hallmark, do të thotë diçka. Kështu që shpresoj që kjo të jetë për të mirë, jo për mungesë modestie. Është që klienti thotë, tani e kuptova se kush je të paktën nga ana teknike. Po e vërteta është që sa më lart shkon, aq më shumë ke për të humbur, aq më e dhimbshme bëhet rënja, edhe aq më vështirë është të mbash standardin, sepse një njeri i suksesshëm kur arrin një standard, minimalisht do lufton që ta mbaj, edhe sigurisht dhe për të shkuar më tej. Përmende disiplinën apo ti i quajtë rutinë. Sa e rëndësishme është disiplina në këtë profesion? Është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse
biznesi ka gjithmonë influenca jashtë, brenda biznesit, influenca që kanë të bëjnë në relata midis agentëve dhe brokerage dhe zyrës ku punojmë, klientëve, po ka dhe influenca që vinë jashtë vetë biznesit. Influenca që vinë për shembull nga ligjet që nxjerr qeveria, apo nga regulations, apo nga ndryshimet në teknologji, artificial intelligence, gjëra të këtij lloji. Të gjitha këto influencojnë biznesin. Dhe për një agent, është e vërtetë ajo që thënë, nëse je lart, duhet të rish lart. Dhe të rish lart, duhet të kesh një lensë për të gjithë këto influenca të biznesit, dhe aty vjen ajo rutina apo disiplina, duhet të jesh on top of things, nuk po e them absolutisht pa ofenduar asnjëri, sepse unë kam dhe shumë shokë e miq që i respektoj, por e vërteta është kjo idea që ti jesh part-time me diçka të lë mbrapa. Mua më kanë marrë shumë shqiptar në telefon, për ide, dua të bëjmë agent, çfarë rekomandon. Një nga gjërat që i them është, po e bëre, bëhet tamam. Se part-time do të lë mbrapa. Sepse jo se unë jam i zgjuar se ty, s'ka të bëj fare ajo. Ka të bëj me faktin që unë shpenzoj 7 herë më shumë kohë se çfarë shpenzon ti në industri. Dhe kjo është e vërtet jo vetëm për real estate. Për çfarë do që të jesh. Në medicine, në law, kudo që të jesh. Nëse nuk je aty ditë për ditë që të merresh me ndryshimet dhe faktorët influencues, të lë mbrapa. Dhe kjo është ajo disiplina. Kjo është disiplina për të përmirësuar. Unë e konsideroj veten gjithmonë subject to improve. Asnjëherë nuk them që arrita dhe statistikat s'kan të bëjnë në këtë aspekt fare, arrita 1% apo doesn't matter. Unë them, si të bëhem më mirë nesër. Jo vetëm si real estate agent, po si person. Mendoj që gjithmonë ka vend për përmirësim, siç e thash, veten e kritikoj shumë, dhe gjithmonë mundohem të bëhem më i miri vetes time. Dhe kjo shpresoj që të ndihmoj dhe personat që më njohin, klientët, familjen, gjithë. Ti në fakt, në mënyrë paradoksale, nise këtë ngjitjen me hapa galopant, ndërkohë që në 5 vitet e fundit shumë real estate agents vendosën ose ta lënë si profesion, ose të marrin profesion të dytë për shkak të tregut edhe krizës që ka ndodhur, apo dhe uljeve dhe ngritjeve, pastaj ndodhi vërtet ajo që ishte aluduar për një kohë shumë të gjatë. Mbaj mend që në 2017 u ngritën çmimet në një mënyrë stratosferike dhe pafundësisht njerëzit thonin do ulen, madje edhe më përpara, kur ishin të ulura. E kujtoj atë kohë sepse domethënë personalisht unë nisa me një ide tjetër, shpejt hajde të marrim, stabilizohemi, të kesh diçka tënden, edhe përpritje se këtu vitet të ikin si ditë, domethënë me sa intensive është jeta, ikën 2 vite dhe ti domethënë kupton shumë vonë tashmë, megjithëse janë thjesht 2 vite, që çdo gjë ndryshoi në mënyrë drastike. Por ti fillove të bëhesh më i mirë dhe mbajte këtë, domethënë pate një rritje gjatë gjithë këtyre 5 viteve, jo stable dhe pastaj krize. Si arrin njëri ta mbaj? E vërtet që ne sa kaluam një nga corrections që quhet një ndryshim jo normal të çmimeve, sa kaluam dhe ishin një nga ato që mbahen mend historikisht, e fundit që mbahen mend ishin vitet 88, 89, në Kanada flasim gjithmonë. Pra këto janë gjëra që ndodhin ndoshta një herë 20 vjet, një herë 30 vjet, si fenomene.
flas në këtë nivel se lëvizje të çmimeve ka gjithmonë edhe ajo as nuk diskutohet, as nuk evitohet. U bë marketi jashtëzakonisht i vështirë sepse në fund të fundit ne merremi me njerëz. Shtëpia aty është. Tullat, llaçi, dritaret nuk ndryshojnë. Është njerëzit, konceptet dhe qasja që kanë ndaj marketit, ndaj fakteve, ajo ndryshon shumë. Sepse blera dhe shitja janë gjithmonë emocionale. Dhe kur ka ndryshime thelbësore në çmime, ndryshime jo normale, gjithmonë krijon një ndryshim emocional te personi. Dhe është pozitiv apo është negativ, kjo varet nga çfarë ndryshimi ndodhi dhe ku je blerës apo shitës. Okay? Ndoshta fakti që unë, siç e thash, 11 vjet e banka me njerëz u mora, i kam parë gjitha, kam parë lloj market crashes të 2007-s, të 2008-s. Jo vetëm me njerëz, ishe financial planner. Exactly, kështu që isha dhe në pozicione në pozicione që kishte të bënte me advice, me njerëzit, me investimet, me kursimet për retirement, për fëmijët, për education. Pra, isha i kalitur nga ai aspekt sepse kisha parë shumë, kisha studiuar shumë, dhe kjo ndihmon në një farë mënyre që të dish se si të navigosh me njerëzit. Ti japësh informacionin e sakt, ti japësh një informacion që të jetë real, se kjo ka të bëjë shumë. Në momentet vështira njerëzit e humbasin realitetin e fakteve, ose nuk duan ta dëgjojnë. Pa fajin e tyre, kjo është sepse janë emocionet ato që marrin përparësi. Dhe vitet e fundit kjo ndodhi në shumë aspekte, e bëri punën më të vështirë sepse ta përballesh me emocione më të larta, por kur je aty për ndihmuar, kur je aty për të thënë faktet, kur je aty për të thënë që në fund të fundit çmimin nuk është se e vendos agjenti. Nuk mund t'i shkosh në një shtëpi që do shesi e ti thuash unë mendoj që shtëpia jote ka vlerën 2 milion. Unë po t'jem ai klient, unë atë agent nuk e fus në punë. Unë nuk dua mendimin tënd. Mendimi jo, dakord, flasim për mendimin tënd. Duhet i mendim profesional. Por dua statistikat, pse e ka vlerën 2 milion. Sepse kjo më ndihmon mua që a shitet 2 milion. Pra çfarë dua të them është që gjatë periudhës që kishim, që sa po kaluam, ndihmoi shumë bagazhi akademik, bagazhi i financave, që t'i japësh njerëzve informacionin e saktë. Me të vërtetë që shumë agjentë e lanë punën, shumë agjentë e kaluan part-time, si vefaja asnjërit, sepse secili ka ato detyrimet e veta financiare, po të erdhi fatura e qeras apo mortgage-it, po s'pate income do bësh diçka për jetën tënde, dhe kjo është më se normale. Por unë falenderoj Zotin dhe ata që më ndihmuan, e kalova pa problem nga pikpamja e vazhdon biznesi te niveli ku jam, te niveli ku dua të jem, pavarësisht lëvizjeve ciklike të market. Përmende klientët shqiptar me cilët dhe ke nisur këtë biznes ose tranzicionin. Sa përqind janë klientët shqiptar krahasim me ato tuaj? Sot? Po them afërsisht se nuk do vitë të kontrolloj letrat. Nuk kam bërë kështu në një statistik, po do thoja afërsisht, do thoja diku tek 50-60%. 50-60%. Okej. So shqiptarët. Po. Okej. Sa afër je me komunitetin? Shumë afër. Shumë afër. Kam shumë miq në komunitet, në pozicione të ndryshme. Kam shumë miq në pozicione, nëse mund t'i quhen shtetërore, ambasadat që reprezent Shqipërinë këtu. Kam shumë miq në
punë që kanë të bëjnë me komunitetin, që ndihmojnë komunitetin dhe ata në punë kyçe të shërbimeve, dhe sidomos ndoshta është bërë, ndoshta 4-5 vjet tani, që ndihmoj brenda mundësive shumë iniciativa dhe shumë organizata shqiptare, të komunitetit shqiptar, që kanë qëllime non for profit për atë që duan të arrijnë, qoftë nga ana artistike të gjërave, qoftë për komunitetin, për networking, çdo që të jetë. Unë me kënaqësi kam ndihmuar shumë prej tyre brenda mundësive, si donator, si sponsor, dhe pse jo, dhe shpresoj që ata e vlerësojnë, dhe mendoj që kur komuniteti zhvillohet, kur komuniteti bëhet i suksesshëm, nga ana financiare, nga ana kulturore, ai është momenti kyç që të ndihmojmë njëri tjetrin. Është vetëm mënyrë që të vazhdojë komuniteti të zhvillohet. Çfarë do të jetë qarkullohet brenda komunitetit. Ne kemi sot financier shqiptar të suksesshëm, llogaritar, lawyer, inxhinier, ndërtues, real estate agent, mekanik makinash, çdo që të jetë, i kemi të suksesshëm vetëm pse kemi pasur mundësi që komuniteti të ndihmojë njëri tjetrin. Unë për këtë e besoj shumë fort dhe prandaj jap gjithmonë te komuniteti, sepse komuniteti më ka dhënë mua. Dhe për mua është gabim jo vetëm personali në njërit, po dhe gabim në ana shoqërore, nga ana big picture, që mos t'i japësh mbrapsht te komuniteti jot. Më thej që do nisësh një podcast. Do nisësh një podcast për real estate. Po. Do më thuash një çik më shumë për këtë? Tani është ajo, the cat is out of the bag, e nxore Macen nga thesi, se faktikisht... Ndoshta do të po të shty, kështu do jetë goguri mirë, pse jo? Patjetër. Është bërë problem ana teknologjike e gjërave, sa t'i rregulloj. Po, e vërtet është, do filloj një podcast për real estate-in, jam pothuaj gati. Ideja është ajo që kam përmendur përpara, dhënia e informacionit. Për mua është shumë e rëndësishme, ka shumë disinformacion në real estate. Shikoj video të ca personave që nuk e kanë haberin për çfarë do të thotë ti jesh pronar, çfarë do të thotë të merresh me dokumenta kështu. Bëjnë video sepse sot duhet vetëm një kamera me celular dhe mikrofon dhe bëhesh ekspert në YouTube. Qëllimi im do jetë shumë i thjeshtë për podcastin, dhënia e informacionit, shpjegimi i ligjeve të reja apo ndryshimeve në market, dhe market update, do me thënë që i them klientëve çfarë po ndodh me marketin. Pse? Është vetëm një mënyrë që një blerës apo një shitës apo një investitor të marrë vendimin e duhur. Dhe unë ato dua sepse janë klient të përjetshëm, janë klient që nesër do të referojnë klientë të tjerë sepse e vlerësojnë faktin që ti po i jep informacionin. Dhe të kam dëgjuar që ke thënë përsa i përket shumë koherent me pjesën e ndershmërisë dhe sa e rëndësishme është që ti të kesh atë elementin care për klientin, që më vonë mund të kthehet edhe në mik. Ka pasur momente që ke shkuar, ke marrë informacione që janë, do thënë, ke ulumtuar për çfarë ka kjo property dhe në probleme të caktuara, jo vetëm i ke dokumentuar me emaile, por dhe ke qenë ai që ke shkuar dhe më tej dhe ke thënë kaq është dhe kosta për ta replace apo repair. Transparencë në çdo moment, nuk ka rëndësi a humb një klient apo një transakcion, e rëndësishme është që krijohet ai e marrëdhënia besimit, që të jep ty, domethënë, të bën ty të pazëvendësueshëm si agent, besoj.
një farë mënyre. Patjetër. Përveç principeve që ti ke që nga familje, besoj se këto janë disa gjëra që janë të gdhëndura, të injektuara tek ty që nga familja, domethënë duam s'duam ne. Patjetër. Është pjesë, ka një rol shumë të madh familja. E vërtet, dhe faktikisht përmendë diçka shumë interesante, sepse reputacioni është më i rëndësishëm se çdo transakcion. Dhe siç e thash, jam në një pikë që nuk jam aty vetëm për transakcionin, dhe nëse e vëre që klienti nuk të beson, të shikon me i farë skepticizmi, apo nuk e vlerëson punën tënde, as unë nuk e dua të klient. Pse? Unë jam aty për të dhënë value, për të ndihmuar. Nëse klienti nuk e shikon atë, të shkoj diku tjetër nuk ka asnjë problemi. Sepse të humbet kënaqësia e punës. Transaksioni nuk t'jep kënaqësi pune. Momenti që ka arrit një farë suksesi, transaksioni është gjë procedurale. Klienti është kënaqësia. Nëse klienti konvertohet në mik, është kënaqësia. Dhe nëse klienti thot faleminderit, Odri, e vlerësova atë që bëre. Shumë faleminderit. Ajo është kënaqësia. Të dëgjosh që klienti është i kënaqur për shumë me blerësit kur blen shtëpi, sidomos ata që blen për herë të parë. Komentet që bëjnë një miku im, miku im që u bë mik, më tha diçka shumë të bukur para disa muajsh. Më ftuan për darkë te shtëpia që blen me mua, e thash, si ndjeni, se kishin kaluar disa muaj që jetonin aty. Tha, Odri, po binte borë, e mbaj mend ishte ftohtë. Tha, Odri, çojmë në mëngjes dhe ajo kafja, tha, kur shikoj dhe pi kafen të shtëpi time dhe shikoj borën që bie, pra atë kafe, tha, unë do kisha dhënë $1 milion. Do me thënë, një feedback, ne kërkojmë feedback në për Google, në për kështu. Ky feedback për mua ishte një nga feedback më të mirë që unë më kisha marrë për ndihmën që u dhash atyre. Kjo është kënaqësia për mua. Dhe nuk e ndroj me asnjë gjë. As me transakcionin, as me përqindjen, me asnjë gjë. Një rast tjetër, nëse mund ta ilustroj, është kjo ideja që ka raste që transaksioni vihet në linjë jeopardize, do me thënë e merr apo se merr, nëse je i ndershëm apo jo. Pra, ti themi gjëra të hapur. Kur marrim informacione, disa prej atyre informacioni ty mund të prishin kontratën, mund të humbasë klientin. Pra, vihesh në një pozicie agent që ta them apo jo. Nëse agenti është i fokusuar te transaksioni, do e ketë shumë të vështirë të jetë i ndershëm. Se ka fajin agenti, kështu jemi si njerëz. Apo jo, s'është vetëm real estate, për çdo gjë tjetër. Kështu që dhe ka pasur shumë raste të tilla ku testohesh, të teston natyra, të teston momenti, të teston situata, dhe edhe pse nuk ndodh shpesh, sepse i menaxhon gjërat dhe kur ke eksperiencën i bën gjërat ashtu siç duhet, por rastësi për shembull që klienti donte ta blinte shtëpinë, ishin gati për ofertë, pra transaksioni ishte pothuaj i finalizuar, dhe unë mora informacion që shtëpia kishte myk. Kishte myk në një vend që nuk e shikonte njeri, ishte në çati. Dhe unë e dija shumë mirë çfarë do ndodhte kur i dhash informacion klientit. E dija që klienti thoshte unë se bleja të shtëpi tani. Dhe ajo ndodhi. Dhe unë i thash, dëgjoj, ke myk. Tani, ana profesionale imja më lejon që ta zhvilloj këtë topik, jo vetëm ke myk edhe rri. Se ai është një agent që sa ka dalë nga shkolla, ka myk. Çfarë do bëj? Unë i thash, ka myk, rregullohet dhe kushton kaq. Do ta bësh apo i dha opsione? Patjetër.
Tha Odri, nuk dua të merrem fare, tha, me këtë shtëpi, nuk e dua. Pa problemi, thash, do gjejmë shtëpi tjetër. Dhe ata klient e vlerësuan këtë dhe ndëjtën me mua, blen me mua, kam qenë të shtëpia atyre dhe sot e kësaj dite i kam miq. Dhe për mua ky është sukses. Ky është sukses. Kjo është ajo që të bën, si të thuash, të ndihesh mirë me punën që bën. Si ruan balancet me diçka shumë miqve dhe punës? Le të thuash jo? Me i faturë të madhe në anën personale. Është sa më larg ngjitesh, aq më shumë kohë të merr nga jeta personale, nga jeta jashtë pune. Fatkeqësisht është një punë që s'ka orar. Mund të marrësh telefon orën 7 darkës, mund të jesh me klient 7 darkës të shkosh në shtëpi, mund të jesh në ofertë deri 1 të mëngjesit, por krijohet një farë balancimi mbas disa vitesh, sepse dhe klientët fillojnë e vlerësojnë faktin që Odri, unë dua të punoj me ty sepse e di se kush je dhe e vlerësoj, domethënë e vlerëson klientin nëse i thua që unë të shtunën darke nuk mund të bëj showing, sepse është e vetmja ditë që unë kam për të takuar shoqërinë. Jo se është ky muhabet që bëhet me klientin, po kjo është e vërtetë, domethënë është, do thoya, jo natyrale që një person mos të ketë një ditë për veten e vet, për familjen, për shoqërinë. Kështu që është krijuar një farë balance, por prap të jesh lart, e përmend edhe më përpara, sakrifica është më e madhe, mundimi është më i madh që të rish atje lart dhe sakrifica më e madhe është në kohë. Koha është ajo që ikën e para. Kush është fatura? Fatura është që s'ke kohë të merresh me shumë gjëra në aspektin personal. Të tipit? Çdo gjë. Të fokusohesh tek vetja jote, të rrethi shumë ngushtë tek një partner? Edhe ajo është, patjetër. Është, do thoya, është e vështirë për një partner që nuk është në industri të kuptoj që pse nuk e kape telefonin në orën 7 darkës kur po bësh showings, pse ke open house të shtunën dhe të dielën. Pse ishe te eventi me industry agents deri në 3 të mëngjesit. Ka shumë gjëra. Ndoshta po e bëj pak më scary se çfarë është. E përshkruaj si jetë shumë ekstravagante. Do atë energjinë dhe kohën e vet në varësi të kush do të jesh si agent. Ta themi atë që është. Ka agent që janë okay me 2 transaksione në vit dhe shpenzojnë kohë me fëmijët, me mbesrat, në varësi të moshës, me çdo që tjetë. Dhe kjo s'ka si gjë të keqe. Atë duan, janë okay, janë happy, kanë gjëra tjera në jetë dhe asnjë gjë e keqe me këtë. Unë nuk jam atje. Unë jam në pik të karrierës. Me thënë, unë jam tani në momentin që kam energjinë, kam njohurinë, kam kapacitetin, i kam të gjitha mekanizmat që unë të jem aty për klientët. Edhe i jap prioritet. Kjo është. Sa herë zgjohesh dhe thua o sot o kurrë? Për çfarë? Për këtë karrierën, për këtë vrapin, për këtë vrullin që e ke marrë, domethënë punën tënde, sigurisht si pasojë e pasionit që ke për të. Sa herë zgjohesh dhe thua, o sot o kurrë, unë tani kam energjinë ta bëj dhe sot do futem 100%. Ditë për ditë. Ditë për ditë. Edhe është, nuk është se zgjohem dhe mendoj, është pjesë e sistemit. Me thënë, është pikërisht momenti do thoya më energjetik dhe i stabilizuar i karrierës ku jam unë tani. Mendoj që shumë po të shikoj persona që i njoh partner biznesi që janë ndoshta 10-15 vjet in the future nga pikpamja e moshës edhe i gjëra tjera familjare, do thoya që fillon ulet pak
momentin që arrin një moshë të caktuar dhe me të drejtë se njeriu, unë nuk besoj që njeriu duhet vdes në punë, as nuk diskutohet fare. Ndryshojnë prioritetet. Ndryshojnë prioritetet, ndryshon niveli i energjisë, ndryshojnë personat që duhet merresh. Kështu që unë s'jam akoma atje, unë jam këtu, jam i dedikuar, i motivuar, very much driven, se s'pam vjen fjala shqip për driven, po besoj që ata që po na shikojnë e kuptojnë. Dhe siç e thash, kam qenë me klientët, kemi vajtur në Berry, kemi vajtur në Innisfil, kemi vajtur në Niagara Falls. Jo se po e promovoj, sepse nuk është se duaj që çdo klient të më çojë në Berry, Innisfil dhe Niagara Falls, sa shumë e të vërtet në punë, por e kam llafin që kur vjen mundësia dhe është klient i dur dhe është klient që me të vërtet do të punoj me ty, kam vajtur dhe atje për t'i ndihmuar. Se Innisfil një orë e pak është një orë ndoshta, as një orë e pak, një orë fare nga cili cepi Torontos. Po të shkosh 10-15 herë për të parë shtëpira, ndryshojnë gjërat. Bëhet, po. Sepse është një orë i gjysmë të shkosh, edhe 4-5 orë të shikosh shtëpia, e të kthehesh mbrapsh. Interesante, po. Të shkon jeta shumë është ajo koha, faktori i kohë që ti e ke më të vlerë se çdo gjë tjetër. Dolën për një moment tek diçka që është shumë interesante për real estate-in. Është the glamour që mendohet që gjithë agentët po experience, do me thënë easy, ke makinën e mirë, ke këto, nuk e din what it takes to get there. E unë mendoj që çdo person që ka arritur suksesin, e ka merituar, ka punuar në çdo lloj industrie. Unë nuk mendoj që ka sukses falas. Për çfarëdo që tjetë, kështu që unë nëse shikoj një avokat, një accountant, një ndërtues, një bankier që ka arritur nivele të larta, apo një medical dentist, apo e di shumë mirë që kanë punuar për atë ditë. Kanë punuar për atë ditë, bravo i qoftë, e meritojnë. Asgjë nuk vjen rastësisht. Kështu që dhe rruga në Innisfil është më shumë se një orë në realitet. Çfarë është me Etobico'n dhe shqiptarët, si pikë e preferuar për të... Shqiptarët they love Etobico. Pse? Etobico, edhe gjëra tjera, Vaughan, East York, është qytet familjar, Etobico. Është qytet i qetë. Faktikisht ndoshta edhe shumë i qetë për të mirën e vet. Pa marrë parasysh pjesën e liçenit, që janë condominiums, aty kuptohet, ka më rini, ka më zhurmë, por kur ngjitesh në veri, domethënë nga liçeni, ngjitesh sipër në Etobico, janë vetëm shtëpi dhe zona familjare, shumë të qeta, dhe shumë shqiptarë vlerësojnë këtë, sidomos kur kanë familje. Pra shqiptarët që unë ndihmoj të blenë apo të shesin në Etobico, po thuaj gjithmonë janë familjar. Sepse dhe shtëpit janë të tipit familjar. Pra një bungalow, një dykaçe, në përgjithësi janë për familjarët. Është vend shumë i mirë dhe për ata që janë first time buyer, po nuk e kapin dot shtëpinë, detached home që i thonë, por ka kondo, ka shumë shqiptarë që i kam ndihmuar të blejnë kondo, apartamente në Etobico, sepse është qyteti ndërlidhur me këto highway, ka shkolla, ka paqe, ka shumë gjëra, dhe me të vërtet që ka oportunitete. Është ky rasti më i mirë për të blerë? Opportunity art për blerësit? Oportuniteti është i papar. Sidomos për kondo, për shtëpi patjetër që ka oportunitet, është market blerësish. Çmimet janë shumë herë më të ulta se çfarë kanë qenë. Kush po blen sot është në pozicion shumë të mirë. Por kam vënë re, u bë afërsisht 1 vit e 2 vjet, që njerëzit që mendojnë afatgjatë po futen tash dhe në investime.
Se investimet për 2-3 vjet mbas vitit 2022 ran goxha. Ran sepse as financat nuk po dilnin mirë, mortgage shumë të larta, 7-8%. Tani mortgage-et janë më të pranueshme. Ra shumë, filloi prap tendenca për të investuar, sepse kanë rënë condominiums, janë bërë, se investimet zakonisht janë për kondominium, se duan pak kapital. Çmimet e kondominium sot, unë besoj që në 5 vjet nga sot, 7 apo patjetër 10 vjet nga sot, ata që kanë bler sot do jenë në pozicione jashtëzakonisht të mira nga ana e net worth, rritja e vlerës së këtyre kondominiumeve që sot si do njeri. Nuk i do njeri, pa ish good news për blerësit. A ish momenti për blerë, ku si do njeri. Se kur i duan të gjithë, aty e me bidding. Me thënë, do rritësh ofertën që të blesh, ndryshe nuk blendot. Pra, lajmi që është i keq në market, a ish oportunitet për ata që mendojnë the right way, se do kurajo. Do kurajo, sepse sot ka pak dhimbje nëse mund ta quaj, sepse numrat mund të jenë negativ nga pikpamja e cash flow që ta mbash të property, do duhet kurajo të hedhësh 20% down payment për një kondo, por siç e tham, suksesi nuk është falas. Pa kurajo, pa marr pak risk, nuk ka profit. Kjo është. Nuk lëviz. Ka savings account, GICs, për persona që nuk duan marrin risk, çat japin ato 1%, 2%, me inflacionin je faktikisht në 0 apo negativ. Se tash u futa te bota investimeve, unë te bota e financave. Te the financial planner. That's që right. Ke marrë me vete, That's right. partner. Kështu që Nëse humb çdo gjë nesër, çfarë diçka që nuk mund ta marrin dot nga ty? nëse humb çdo gjë, Cila është ajo gjë që s'ta marrin dot? do dalim tani me një moment që është jo personale, sepse e din shumë veta, po nuk para reklamohet. Një anë tjetër e imja, unë dua shumë kafshët. Dhe një gjë që unë se humb sot është qeni. Makinë, rroba, i marrin gjitha. Qenin e kam Mikun Besnik? patjetër. I duam shumë kafshët, edhe me prindrit. Kemi suportuar shumë organizata me donations për sidomos në Shqipëri, se këtu e kanë rregulluar problemin e kafshëve. Sepse këtu u morën me njerëzit para se të merreshin me matematiциenët dhe physicians. Kurse në Shqipëri që kemi metodat ruse për inxhinierët më të mirë në botë dhe matematicienë më të mirë në botë, harruan të merreshin me mace dhe me qende dhe me vetë njerëzit, kur thonë, sa ti Odri flet për qene për mace, aty po hajnë një tjetër me dhëmë, po dhe ajo ka të bëjë me pjesën e shoqërisë, kështu që i kemi ndihmuar shumë, kemi sjell shumë kafsh nga Shqipëria që i kanë bërë adopted kanadezët këtu. Wow. Po, kemi paguar, i kemi marrë për avione, Wow. Aq sa mundemi. Fatkeqësisht është një problem që nuk e rregullon dot Odri apo familja e Odrit. Duhet angazhim total i komplet të segmenteve qeveritare, organizatave ndryshme dhe në fundit vetë njerëzit. Kështu që ajo është diçka që nuk e humb. Ishte vërtet kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua, më bëre pyetje që faktikisht nuk para i përgjigjem kështu në publik, si të thuash, por pse jo? Është një, ndoshta ndihmon njerëz që mund të kenë ambicie në për karrierë, në për gjëra ndryshme. Ndoshta i ndihmon informacioni. Unë shijova shumë bisedën. Gjithashtu. Anën njerëzore të tënden, që është vërtet shumë e madhe, një shpirt i madh, i bukur, edhe me shumë gjëra për të thënë. Nuk vjen asnjë gjë rastësisht në jetë, as ai suksesi, po nuk ishe njëri i mirë me vlera. Faleminderit, vlerësoj. Kënaqësi. Gjithashtu.